Inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Korçë kanë kryer kontrolle në 2 biznese ushqimore, një për përpunimin e qumshtit dhe një për mishin e pulës, në kuadër të garantimit të sigurisë ushqimore. Procesi u mbikëqyr nga Inspektorati i Përgjithshëm, i cili verifikoi zbatimin e procedurave ligjore, dokumentimin dhe standardet profesionale, si dhe përdorimin e pajisjeve të nevojshme gjatë inspektimit. Ndërkohë, kryeinspektori Dashnor Sula, në takimin e tij të fundit në Korçë, paralajmëroi një valë të gjerë inspektimesh në vijim, me fokus sigurinë ushqimore. Kemi përzgjedhur edhe linja prodhimi, kemi përzgjedhur edhe supermarkete, pikërisht për të qenë një inspektim i rastishëm, një inspektim urgjent, i rrufeshëm, për të bërë të mundur që nëse ka apo nuk ka shkelje. Këto 2 muajt ku zonja Gjylameti është në krye të AKU-s si drejtoresh dhe unë si inspektor i përgjithshëm, kemi filluar një valë të fuqishme inspektimesh dhe që po jep rezultate. Jo më larg se sa në Shkodër, javën e kaluar unë kam qenë vetë prezent, ku bë mundur bllokimi 11 ton, pra që u bllokuan për shkak të këtyre gjërave, por unë përsëri apeloj, ka të bëjë shumë kultura qytetare, në shkuptim, verifikimi, ndjekja, vigjilenca tyre që ta shikojnë këto, të informojnë, të sinjalizojnë që të trupa inspektimit të shkojmë njëherë, dhe që është shumë e rëndësishme gjykmërshpëria. Sipas njoftimit zyrtar, këto inspektime realizohen në kuadër të ligjit për inspektimin në Shqipëri dhe synojnë rritjen e transparencës, përmirësimin e standardeve dhe forcimin e besimit të publikut në procesin e kontrollit.